shikues të Tribuna Channel, mirë mbrëma dhe faleminderit që jeni me Politikë Sonte. Dje janë certifikuar rezultatet për kreun e Drenasit nga rezultatet e ballotazhit në Drenas. E vërtetë është se për herë të parë në Drenas ka pasur një garë reale, do të thonë ka pasur një ballafaqim mes kandidatëve dhe kemi pasur edhe shkuarje në ballotazh që ka qenë ndoshta gjëja më spaku e pritur në komunën e Drenasit, dikur bastion i Partisë Demokratike të Kosovës. Ajo çfarë ka ngjarë pas garës është debati që ka shpërthyer mes kryetarit aktual të zgjedhur të Drenasit Zoti Lladrovci dhe pjesës tjetër të kundërkandidatëve ose kundërshtarëve të tij nga nisma për Kosovën, eksponentëve të lartë të nismës realisht edhe kandidatit për kryetar të asaj partie. Kemi pasur një debat goxha të ashpër me tone goxha të ngritura dhe dje pam edhe një degradim realisht të gjuhës së komunikimit të këtij debati. Është dashur që të ndodhë ky debat, janë pjekur kushtet që realisht të bisedohet për një periudhë të ndijeshme, të lavdishme dhe mjaft të rëndësishme të historisë më të re që është periudha e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, pse ndodh e gjithë kjo dhe kush në fundit ka drejt në gjithë këtë histori. Janë disa prej gjërave dhe temave të cilat do t'i shtjellojmë me protagonistin ose njërin nga protagonistët kryesor të këtij debati, në të njëjtën kohë njërin nga eksponentët më të lartë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe protagonistëve figurave kyçe të lëvizjes sonë për liri. Ndjekim fillimisht prezantimin e të tuarit dhe kthehemi, pastaj vazhdojmë bisedën me të. Jakub Krasniqi, ish i burgosur politik, historian, shkrimtar e politikan, ish kryeparlamentar në 2 mandate dhe ish ushtrues i detyrës së presidentit të shtetit 2 herë radhazi, njëri nga bashkëthemeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe sot njëri nga udhëheqësit kryesor të nismës për Kosovë, i njohur për qëndrimet kritike si ndaj partisë në të cilën ka vepruar për më shumë se një dekadë, ashtu edhe ndaj proceseve në për të cilat ka kaluar po kalon vendi. Ditëve të fundit i sfiduar nga kryetari i ri i Drenasit për guximin e tij personal, se cila është vërteta takimeve me komandantin legjendar Adem Jashari, se a ka guxuar t'i bëj stre atij në vitet 90, se kush duhet të jap llogari për fondin vendlindja të ret dhe se çka ka mbetur e pa thënë për kohën më të ndjeshme dhe më të lavdishme të luftës për liri, e shpjegon sonte në Politikë. Zoti Krasniqi, faleminderit që jeni në Politikë Tribuna Channel sonte. Faleminderit edhe për ftesën. Janë certifikuar rezultatet e ballotazhit në Drenas. Ka pas ballotazh megjithatë në Drenas sepse pakush realisht e kishte pritur që të ketë ballotazh në dikur bastionin e Partisë Demokratike të Kosovës. Si u zhvillua gara dhe si e pritet rezultati? Po, në një vend ku jo veç demokracia është në tranzicion, zgjedhjet gjithnjë janë një sfidë, janë sfidë edhe për faktin se në rubrikën tonë nuk kemi një respektim të ligjeve në fuqi, ne kemi ligjet e mira, nuk ndryshojnë ata, se në fundit edhe ligji më i keq nëse respektohet, është shumë më mirë se sa aty ku veprohet pa ligj. Kështu që unë mendoj që jemi përpjekur t'i dhëm jo dëmshije, po për mbajtje të fuqishme procesit zgjedhor në Drenas, duke e argumentuar me fakte dhe secili mund të argumentoj se komuna e Drenasit është njëra nga komunat më të varfra të rubrikës sonë. Dhe përgjegjësia për këtë është mënyrë veçantë e qeverisjes së pas shpalljes së pavarësisë. Qytetarët kanë qenë gatshëm ta bëjnë ndryshimin dhe unë mendoj që balotazhi është pasqyra më e mirë se qytetarët e Drenasit kanë votuar me 4 dhjetor për ndryshim.
dhe në balotazh pastaj ka shkuar kandidati i Partisë Demokratike dhe i Nismës për Kosovë. Unë duhet të them që në të gjitha takimet që kam qenë prezent, qytetarët kanë qenë gatshëm për ndryshim. Qytetarët për kandidatin tonë, në asnjë rast të vetëm nuk e kanë kundërshtuar, përkundrazi e kanë mirëpritur, dhe në anën tjetër, në asnjë fshat dhe lagje të Drenasit, nuk kemi hasur në kundërshti, kurse partia tjetër ka pas probleme në disa fshatra të komunës së Drenasit dhe ato janë pasqyruar përmes mediave. Dhe tani kemi këtë rezultat që e kemi, nga bindja ime, nga kontakte që i kam pas nga njerëzit, këtë bindje kam formuar, se qytetarët kanë qenë gatshëm për ndryshim. Dhe unë mendoj që rezultati final i balotazhit nuk është votë e lirë e qytetarit Drenasit, është një votë e dhënuar në forma të ndryshme, përmes frikës, shantazhit, shkurjes e njerëzve edhe pa dëshirë në familje, sigurisht ka pas edhe forma tjera të premtimeve dhe të kërcënimeve, por këto më vonë do dihen, se jam i bindur njerëzit do të flasin, nëse nuk flasin tash. Po çka është prodhuar? Jo, ndalemi vetëm tek fjala frikë dhe sabotazh të Krasniqit, sepse e thash edhe në hyrjen e emisionit kemi pas përplasje jo të zakonshme nga sa kemi po deri në këto zgjedhje në Drenas. Domethënë gjithmonë është konsideruar që Partia Demokratike dhe realisht i ka fituar zgjedhjet. Domethënë atjas nuk ka pasur debat brendshëm realisht, një fërkim kaq fuqishëm mes dy kandidatëve, në këtë rast kandidatit tuaj të Nismës për Kosovë dhe të Partisë Demokratike. Në çka realisht ka konsistuar frika që thëni që PDK ka ngjallë në raport me elektoratin dhe shantazhi. Edhe këtë duhet ta them. Frika. Si kanë ndjell frikë? Për shembull, në një takim, në një fshat, një njeri i moshën mesatare, po thot, partia në pushtet, po na thot, se nëse nuk fiton kandidati i Partisë Demokratike, ne do të izolohemi nga pjesë tjera të Kosovës. Edhe për shkak se nuk do të jepet buxhet. Nuk do të investohet. Nuk do të investohet, nuk do të jepet buxhet komunës së Drenasit. Do të kjo ka qenë me të madhe e përhapur. Ku e kam po frikën tjetër? Në të gjitha takimet që kem pasur, asnjë punëtor i arsimit, ose ishte një numër krejt i parancishëm që ka marrë pjesë në ato takime. Asnjë punëtor i administratës me ndonjë përjashtim të vogël dhe pothuajse asnjë punëtor i shëndetësisë në Drenas. Do thotë, asnjë i punësuar nuk ka qenë pjesë e debatit për të ndëgjuar nga ne se çka po ofrojmë, çka po premtojmë. Unë këtë e marrë si frikë. Frikë për cilën kanë kërcënuar se ne do të largojmë nga puna. Kjo është frikë. Shikoni, ta njerëz, për fat keq jo vetëm në Kosovë, politika sot, të shqiptarët kanë mbjell varfëri. Varfëria prodhon frikën dhe pasigurinë. Varfëria e bën njerin gënjeshtar. Gënjeshtar për të rajt veten, për të rajt tjetrin dhe në fundit edhe vetë veten. Do thotë, kjo praktike qeverisë të na ka prodhuar këtë dhe kjo praktikë vërtet duhet të hiqet. Është
në të mirën e qytetarëve, jo thëmë një drenas, por është mirë në të mirën e qytetarëve në Republikën tonë, që njerëzit lirin që e kanë fitu e kemi fituar me luftë, ta mbrojnë. Ndaj kujtdo që dënë t'ja grabit lirin e fjales, lirin e mendimit, lirit e shprehes dhe lirit e kontakteve me cilin do njeri në Republikën tonë. Unë mendoj që nuk di sa është në vendet tjera, në komuna tjera në Republikën e Kosovës, po kjo frikë në Drenas është e mbjellur thellë dhe është shqetësuese. Edhe në rrethonat kur zoti Ladrovci ka fituar, nëse s'gaboj dhe më leu të spekuloj me shifra, diku rreth 6.000 vota më tepër se kandidati i nismës, zoti Krasniqi, mund të konsiderohet si e vërtet kjo që po thoni ju? Sepse rezultati u thellua realisht në balotazh. Unë po flas për ata që e kam po, se si ka ardhur ky ndryshim, natyrisht me presionet të shumë llojta, me mashtrime, me premtime, mundet edhe me pazare të ndryshme, po unë ato nuk i di se janë bërë mshet, nuk janë bërë haptas, por e di që ka pas paragullësi të mëdha. Mandej, edhe vetë shtrimi i rrugëve me zhavar, gjatë ditëve të fushatës, vetë shtrimi i rrugëve me asfalt, pa asnjë vendim është e paleqshme. Mandej ka ndodhur në fshatin tim edhe një fenomen. Një qytetar e kundërshton me arsye mënyrën se si po shtrohen një rrugë dhe vërtet shtrimi i rrugës bëhej në mënyrë të paleqshme, po është interesant se policia e Kosovës, e cila është e obliguar ta mbron ligjin, ta lufton paleqësinë, ajo ishte në mbrojtje të shtrimit të asfaltit në mënyrë të paleqshme. Shikoni, shtrimi i asfaltit pa ndonjë përgatitje paraprake, për mua është hudhje e paras publike në balt. Dhe gjitha këto gjëra, secili do thotë po shkohen në Drenicë, mendoj që secili që don mund t'i verifikon. Janë shumë të verifikueshme. Për të mbyll pjesën e bisedës për zgjedhjen, a funksionoi në ballotazh bashkimi juaj me disa parti tjera që ishin në garë përballë zotit Ladrovci, përballë Partisë Demokratike, sepse nëse e shohim dhe kalkulojmë si numra, nuk funksionoi. Po, mendoj që pjesërisht ka funksionuar. Ka funksionuar koalicioni me Aleancën për Adhmërinë e Kosovës. Ka funksionuar në një mos të madhe koalicioni me AKR-n. Mendoj që ka funksionuar edhe një koalicion, edhe pse s'ka qenë i shpallur, me Lidhjen Demokratike, po me kandidatën e pavarur nuk ka funksionuar. Ndoshta ai ka bërë disa llogaritje të tjera, por nuk ka funksionuar dhe jo vetëm këtu shihet rezultate. Është interesant se dykun rreth 2-3.000 qytetarë kanë dalë më shumë, dhe kjo është shumë interesanta, në zgjedhjet e balotazhit. Dhe gjitha votat kanë shkuar për kandidatën e Partisë Demokratike, edhe kjo ndoshta e don një analizë më shkencore, unë nuk jam profesionist në këtë, po realisht është pak me interes të trajtohet kjo mënyrë. Si 2-3.000 vetë dulen në zgjedhje dhe gjithë ata në blok votuan për një subjekt politik. Për mua është më shumë se dyshim. Zoti Krasniqi e thatë e ka pashkarazi gjatë diskursit tuaj lirinë kemi fituar me luftë, ta ruajmë dhe ta kultivojmë atje. Fill pas zgjedhjeve, pas rezultatit të kumtuar, domethënë, pati një shpërthem të kandidatit të partisë, domethënë të kryetarit aktual Drenasit. Zoti Ladrovci, një shpërthem goxhatashpër në raport me ju, në raport me zotin Limaj, që i referohej një periudhe, domethënë po flasim për pjesën e debatit, të fillim viteve 90 e tutje.
Të sqarohem, mendoj që ndoshta ja vlen që në fillim të sqarohem, se unë nuk e konsideroj që kryetari i ri i Drenasit është autori i këtyre veprimeve. Unë në atë që e kam thënë, e kam adresuar sakt problemin ku është, po në fundit ai ja ka dhënë firmën dhe është një çështje tjetër. Unë s'du të merrem me këtë, por duhet të them këtë. Ky debat që po zhvillohet, ka dhe debate tjera që janë duke zhvilluar në shoqërinë tonë, janë ose kanë për qëllim zhvendosjen e problemeve nga ato reale të ato të historisë. Unë mendoj që kjo askujt nuk i konvenon më tepër se sa kostës që është në qeverisë të vendit. Dhe mendoj që është e damshme. Qytetarët e Kosovës kanë, edhe gjitha kategoritë e shoqërisë në Kosovë, kanë probleme për më të ndryshmeve. Kanë probleme të sundimit të ligjit, sundimit të rënieve të ligjit, kanë probleme të zhvillimit ekonomik, kanë probleme të punësimit, kanë probleme të arsimit. PISA tregoi se cili është niveli i arsimit tonë, edhe pse ne kemi jetuar këtu dhe e dim ndoshta edhe më mirë se sa që ai raport që na ka ardhur, po ai është nivull, do të thotë është vullos, ajo që ne të gjithë e kemi ditur. Shëndetësia është në gjendje të mirë. Do thotë njerëzit duke qenë pak knoqur me këtë qeverisje janë të gatshëm vërtet të ikin nga vendi. Gjitha këtu janë vepër e këtyre njerëzve që janë duke qeverisur që sa kohë. Dhe askujt më shumë se këtyre njerëzve që janë kryet piramidës së shtetit, nuk i konvenon zhvendosja e problemeve nga probleme reale në probleme të historisë, të cilat në kushte normale, me një kulturë normale të njerëzve, me një edukat edhe tradicionale, se mos flasim me një edukat të rrethonave të reja, nuk do duhet të hapni tema të tilla. Ato janë kalu, ato kanë arrit efektet e dëshirueshme dhe konsideroj që lufta, sidomos lufta shqiptare, duhet të ruhet dhe të trajtohet jo si vlerë, po si kryevlerë e këtij kombi, se nga robëria i është sjell liria. Unë e kam trajtuar çështjen e luftës, kam shkruar libra, kam mbrojtur luftën edhe nga akademik të jashtëm. Kam vlerësuar figura të rëndësishme të luftës. Gjithni në përmasat e lavdisë së asaj periudhe. Megjithatë, pa u marrë me problemet që latë po shfaqen në kohën e sashme. A kanë ekzistuar këto probleme, zoti Krasniqi, në kohën për cilën po i referuemi, sepse ju i bët një përgjigje të goxha gjatë në një deklarim tuaj përmes rrjetit social Facebook, cilin e kam lexuar, zotit Ladrovci dhe njerëzve siç e quajtët ju, që e detyruan të shprehej ashtu. Shiko, probleme ku ka njerëz ka probleme. Po problemet që ceken tani, konsideroj që nuk kanë mujt të ndikojnë negativisht, me qenë se nuk kanë qenë bashkët pa pasoja, po megjithatë, shiko, në ndeshje mundet me pas fitues dhe humbës. Po ai që jep gol, edhe nëse ka bën ndeshjen më dopt, është fitues. Heroi ndeshjes. Është heroi ndeshjes. Edhe ne mendoj që fitoria jonë i eliminon konfliktet që kanë mujtë edhe kanë ekzistuar. Por duhet të them për rolin tim jam përpjekur, jo që jam përpjekur. Po unë mendoj që asnjë komandant i zonave të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk mund ta mohon rolin tim unifikues në luftën kundër ushtrisë, në luftë kundër Serbisë.
asë një komandant i zonës, e thamë me përgjësi, pyet në cilin dën nga ta, nuk mund të konteston rolin tim unifikus në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Prandaj, ajo që thuhet sot. Pse ndodh, zoti Krasniqi, kështu, sepse ju thani që po ndodh kështu vetëm sa për të shpërqendruar mendin nga problemet reale të qytetarëve. A ka realisht i gjithë ky debat edhe një synim tjetër përveç kësaj? Natyrisht, ka ata njerëz dojnë të arrujnë pushtetin me çdo kusht. Dhe nga pushtetja apo përfitojnë. Se mos me qenë çështja e përfitimit nga ky pushtet që ata e kanë grabit edhe në forma të palegjshme, nuk do të acaroheshin. Unë s'kam thënë asgjë, bilas ja kam përmend emrin në asnjë takim me qytetarët në Drenas, nuk ja kam përmend emrin kandidatit. Përderisa ai ka në debat e ka apostrofuar në mënyrë të veçantë mu dhe familjen time dhe pastaj edhe të tjerët. Dhe kjo për mu ka qenë sikur është një fjalë e popullit si me krisë reja për skfjalti. Se unë nuk isha në garë, familja ime nuk ishte në garë. Në garë ishte Isa Gjemajlaj, një bashkëliftari yni, një njeri arsimuar dhe i kulturuar, një njeri që vjen nga një familje me tradit, dhe një njeri që as 17 vjet pas luftës, se kishte bërë as një përfitim të paligjshëm për veti apo për rrethin e tij. Unë mendoj që komuna e Drenasit, qytetarët e Drenasit, që përsëri po tham, nuk besoj që ai ishte vullneti i tyre, e kanë humbë një rast të mirë për të pasur në qeverisje një kryetar të mirë Drenasit. Zoti Krasniqi, për të kthy edhe një herë tek raportet e juaja, para, domethënë gjatë lëvizjes ilegale, gjatë luftës dhe pas. Zoti Ladrovc ju ka akuzuar drejt për drejt për probleme, për konflikte në raport me vllajën e tij, dëshmorin Femi Ladrovci. Ju ka akuzuar edhe për një ngjarje tjetër, cilat du për hir të korrekcisë dhe opinionit publik, ai mbrëm ka qenë në studiot e Tribuna Channel dhe i ka riadresuar edhe një herë gjitha këtë çështje, duke marrë në gojë, duke apostrofu emrin tuaj dhe disa personave të tjerë. A keni pas probleme në atë kohë me familjen Ladrovci, cili realisht ka qenë raporti juaj me këtë familje dhe me vllajën e Ramizit, zotri Femi Ladrovci? Shiko, kjo është realisht një shkollë që ndoshta duhet ta quajmë shkolla Pronto, e cila mund krahasohet vetëm me politikën e Gebelsit, Stalinit dhe të Berjes dhe Trankovicit, Miloševićit. Dhe sigurisht është një shkollë e udhbes që ky vend e ka përjetuar me dekada. Shiko, jo vetëm gjatë luftës, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës. Jakub Krasniqi dhe familja ime nuk ka pas probleme me asnjë njeri të vetëm, as me Femi Ladrovci. Ai i është adresuar një çështje për cilën është e vërtet që kem biseduar, por nuk kem biseduar në vendin që ai thot dhe ai me qëllim e zhvendos, se ai s'ka qenë në Kosovë atëherë. Ramizi thani. Po, s'ka qenë. Biseda me Femi Ladrovci është zhvilluar në odën e demagëve në Abrin. Dhe ata e kanë dhënë informacionin. Dhe pastaj këta e kanë deformuar informacionin. Ai e ka shfaqur mendimin e tij se është mirë me i mbyll shkollat. Unë i kam thënë. Po flasim për vitin? Po, vitin, do të thotë dikon maj, fundi prillit apo vëllimi i majit. Saktësisht nuk e di se kam shënuar këtë. Mi mbyll, unë i kam thënë kështu, unë kam qenë atëherë në 3 detyra. Kam qenë kryetari i Lidhjes Demokratike në Drenas.
Kam qenë kryetari i Këshillit të Arsimit, jo drejtar, siç e thojnë atje. Kam qenë anëtar i shtabit përgjithshëm. Femilla Drovci ka qenë ushtar i thjesht i ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe pse ai e ka meritu nga përvoja jetësore që e ka pas, ka meritu të jetë komandant i zonës së Drenicës. Mandej ka meritu të jetë nga përgatitja që e ka pas, edhe anëtar i shtabit përgjithshëm, po unë se kam penguar. Pse s'ka qenë, nëse ka meritu, zoti Krasniqi? Ju keni qenë anëtar i shtabit në atë? Realisht, ata kanë pas, këto probleme, defekte, nuk kanë qenë të shfaqura brenda Kosovës. Konflikti i Femilla Drovcit me Jakupin është i rrajshëm, i shpifur, i sajuar. Femilla Drovci ka pas probleme që nga jashtë, bile janë përpjekur ta pengojnë me hyrën në Kosovë. Kush? Hashim Thoqi dhe grupi i tij. Ata kanë pengu. Ai ka pas probleme me ta, nuk ka pas me mua. Problemi i Femilla Drovcit me mua. Ju thoni që ky grup ka pengu Femilla Drovcit që të bëhet komandant zone? Absolutisht e kanë pengu se e kanë zgjedh komandantin e zonës me vota. Shikoni, këtu kanë qenë defekte që kanë bërë të tjerët. Jo unë kam qenë zëdhënës, po të thamë sinqerisht, problemi i Femilla Drovcit s'ka pas asnjë problem vetëm me mua. Bile, dikon ka funi korrikut a fillimi i gushtit. Femilla Drovci, me Gjev Krasniqin, Ladrovcin, dhe me Samil Ushtaku, që është në Borgaj tani, se dy paret janë dëshmorë, erojnë, kanë qenë në familjen time. Kemi bisedu gjëra gjatë. Ka pas vrejtje të shumta, që unë jam përpjekur të amortizoj ato përpjekje dhe mendoj që ja ku arrit qëllimit. Bile edhe thamë publikisht, Gjeva ka flajt në dhomën me shoqen time dhe ne kemi vazhduar bisedimet me Femillën dhe Samir Nord. Dhe do thotë, unë kam pas raporte të mira me Femillën. Femilla se ka pas asnjë problem me mua. Problemet kanë qenë të tjerët, jo të unë. Do thotë, problemet kanë qenë në kuadër të lëvizjes për LPK-s, Lëvizjes Popullore të Kosovës. Unë nuk kam qenë i kyçur në ato probleme. Kështu që për mua nuk di, unë besoni Allahs me kuptu. Çka i duhet vllajt Femilla Drovcit ta sa janë problemin me mua kur unë nuk kam pas probleme me Femilla Drovcit. Kjo është, dyqysh, nuk di pse, a veçaj e din. Ai do ta shpjegon pse unë po them që nuk ka njeri që ka qenë në Drenicë në atë kohë, që mundet me thonë unë kam pas probleme me përveç bisedës që kemi pasur. Unë thash e kam pas përgjegjësinë me i mbyll ose mos me mbyll, jo personalisht, unë është dashur të bisedoj edhe me nivelin qendror. A janë mbyll shkollat? Shkollat janë mbyll më vonë. Janë mbyll pak para se të shtoheshin aksionet e luftës, por janë mbyllur, por në fakt nuk ka ndodhur asnjë problem me nxënësit e me shkollat. Kështu që unë konsideroj që vetë ky realitet më ka dhënë drejt, pse unë nuk i kam mbyll kur më ka thonë edhe pse kam konsideruar shumë ma shumë se një ushtar, por përgjegjësia ka qenë ime, nuk ka qenë askujt tjetër. Kur jemi të takimet me Femilla Drovcin, thoni që keni bisedu gjatë zoti Krasniqi, a ka adresu ndonjëherë këto probleme, këto telashe, cilat po i evidentoni ju sonte? Jo, do të thotë, ai ka qenë, i ka pas disa pakënaqësi, i ka pas pakënaqësi me organizimin e luftës, ka kërku ma shumë, se ka pas një përvojë të luftës që ka fituar në Kroaci, ka kërkuar armatim më të mirë, më cilësor. Prej njerëzve që kanë vepru jashtë Kosovës në atë kohë. Do thotë, ai ka kërkuar, jo, na i kishëm edhe ne armë, ka kërku dhe armë më të mira dhe vërtet mendoj që është dëmtuar. Do thotë, pozicionet e Femilla Drovcit ka qenë tilla që është dashur të kenë një armatim më cilësor,
dhe nuk e kanë pas, dhe ky nuk është faj jam, se sa ko punë jamja, ndarja e armëve, kanë njerëzit e caktuar, dhe ata duhet të tregojnë pse e kanë lënë në atë gjendje fëmijën. E kush janë këta, zoti Krasniqi? Po, janë Hashimi, janë, do të thotë, Kadriu, janë Recep Selimi, ka qenë në atë grupin ngushtë që kanë bërë. Ju po thoni këta e kanë lënë pa armë? Realisht, kjo nuk ka qenë punë. Femi Ladrovcin. Unë kam kërku që të jipen, do të thotë, arma cilësore, po nuk janë dhënë dhe kjo nuk është faji im. Edhe e ka psu betej për Ata e këtë kanë çështje? arsyer. Po, kanë mësuar, po megjithatë lufta i ka edhe rënjet, i ka edhe fatkeqësitë e ndryshme dhe më ka pasur keq shumë për atë çështje, po pjesa është lufta dhe rënja në luftë është e natyrshme dhe ai gati më së miri të e shpjegon vetë se është i gatshëm për liri dhe për atë drejtë. Ka thënë edhe publikisht për një medium tuaj. Kur janë evidentu, zoti Krasniqi, këto, nëse mund t'i quajmë, këto probleme që ju thoni që nuk ekzistuan, nëse nuk kanë ekzistuar asnjëherë, mes jush dhe familjes Ladrovci? Apo është koha, do të thonë, janë këto zgjedhje? Unë mendoj që kjo është prodhim i këtyre zgjedhjeve dhe ndoshta i natë të propagandës që është zhvilluar, por unë s'kam qenë pjesë e asaj propagande. Dhe me të drejtën, në jetën time jam përpjekur ta jo vetëm vetë mos jam pjesë e këtyre luftra ndryshme, por ton jetën time jam përpjekur ta afroj njerëz, se kam qenë dhe jam i bindur, jo individi, por grupi i bashkuar dhe kombi i bashkuar sjell rezultate. Ky ka qenë bindja ime. Dhe nuk kam pas asnjë të funit, unë kam shkruar dhe njerë po tham, por unë i kam cekur vetëm vendimet dhe rezultatet e luftës. Nuk keni evidentu? Nuk jam marrë me këtë çështje. Pa rregullësit, mos marrëveshjet, konfliktet që mund. I kam kuptuar, si me të thënë, këtë çështje ku ka njerëz ka dhe gabime, ku ka njerëz ka dhe kundërthënie, po unë nuk kam dashur të evidentoj këtu se vërtet rezultati ishte shumë pozitiv. Dhe rezultati mos më jep të drejtë që të merrem me këto vogëlësira. Mirë, kalojmë te një pikë tjetër ku pashtojeni apostrofu. Do të thonë, gjatë intervistës djeshme, kryetari aktual i Drenosit tha që jeni friksuar ta mbani në shtëpi komandantin legjendar Adem Jashari, po i referuemi vitit 91-92, natës së vitit 3, do të thonë flasim për fundin e dhjetorit të vitit 91, natyrisht dhe janarin e vitit 92, fillimin e janarit. A jeni friksuar vërtet, zoti Krasniqi? Po ta zëm që ta mbanin në shtëpi Po ta zëm se jam friksuar. Na shpjegoni pak si ngjarin në... Po, jo s'du me shpjegu si ngjarin se kam shpjeguar në libër Kthesa Madhe, dhe janë dy libra tjera që do të botohen, besoj se shpejt në vitin tjetër, do ta trajtohet kjo çështje. Shikoni, edhe po t'isha friksuar. Po zëm që jam friksuar. Atëherë, pse u desh formacioni Adem Jasharit nga Polaci të shkon në Abrin dhe pe Abrins vjen në Graz. S'kishin ata ku të hynin, pa i pyetur njerëzit, dhe a kishte hyrë dikon komandanti Adem Jashari pa vullnetin e familjes, pa gatishmërinë për ta pritur atë? Jo. Është një vërtetë e madhe që formacioni i Adem Jasharit ka nejtë veç natën e vitit 30 unë. Më 31 dhjetor. Për 31 dhjetor. Unë isha i burgosur politik. Shtëpia ime ishte krejt afër rrugës dhe mund të vente lehtas policia. Isha familje me shumë antarë dhe realisht të s'mundesh të më shefsh një grupe sa njerëzish dhe mos të del diçka. Po, do thot, kam mëngjesi i asoj natë, i 1 janarit 92.
kanë shkuar në familjen e Shabania Sharjes. Po, duhet ta them edhe këtë. Ademi është kthy dhe dikun 5 ose 7 ditë ka nejnë familjen time i vetë mua, i vetë. Do më thënë, është kthy në... Po, është kthy... 1 janar ose 2 janar të 92-ës për sharu ditë. Digo tash, dëgjoj, se këtu duhet, po vje keq po duhet ta them. 1, 2. Ata më vënë nga një grofsi, kanë lëviz në Siqeva, të racet e Siqevës, të një mikë juni. Dhe janë shku me një vëlla timin. Pastaj, pas një kohë janë kthy. Përsëri janë shku vëllave im, e ka pa, atëherë kem pasi familjen në 101. Po flasim për grupin nga shtëpia Shaban Sholës në Siqevë, nga Siqeva, pastaj në Prekaz. Të thotë kanë shku me veturën dhe me shofer vëllave im ka qenë Halim Krasniqi. Gjatë kësaj kohe Adem Jashari ka qëndruar në shtëpinë tuaj. Po ka qenë i vetëm. I vetëm. Do të thonë po flasim për lëvizjen e grupit ju dhe të Adem Jasharit. Po, jo tani pas 5-6 ditë do thotë Ademi me gjithë grupin kanë shku në Siqevë, pe Siqevën këtu në Drenicë. Edhe një fakt tjetër. E pas qenë Tërgacak. Rifat Jasharin në Prizren. E kemi qu me 2 vetura. Përsëri një vetur kam qenë. Dhe pastaj pe Prizrenit shokët e kanë qitë në Shqipëri dhe pe Shqipërisë ka shku në hegemoni. Kjo është e vërteta e kësaj ngjarje. E sot tash për frikën, atëherë se jam të friksu. Sot po friksohem. Për atëherë. Me njerëz pas kum qenë në një lagore. Po friksohem për fatën e këtij vendi, kush po e udhëheq. Po friksohem për të ardhmen e fëmijëve të mi dhe për gjeneratën e moshës së fëmijëve të mi. Por atëherë po tham nuk jam friksuar, se mu pas friksu, as isha organizuar në ilegale, as nuk isha shku në burg, as nuk isha hin luftë, i kum pas tanë në kushtet familjare për me qenë rahat. Po ky interpretim është vështirë si i bën një ngjarje në këtë mënyrë, është goxha vështirë ta gjesh se çfarë shkolle është kjo. Unë po duhet ta them se kjo shkollë mendoj që më së miri ndoshta e ka treguar afera pronto. Dhe realisht nuk jam i friksuar për vete, edhe një herë po them. Unë jam i friksuar për fatën e vendit tim dhe për fatën e popullit tim. Se këta njerëz me këtë mentalitet, me këtë kulturë, me këtë edukat, nuk di ku do ta çojnë. Shikoni, sikur të ngjarjet që ndodhen pas fushatës. Pas ja zgjedh kryetar, se ja zgjedh edhe ai vet, edhe më së miri te ai vet. Në kushte normale, një njeri që zgjidhet, kryetari i komunës, ai duhet të thirrë gjitha partitë politike në bashkëpunim. Por jo kështu. Kjo tregon se qytetarët e Drenasit kujt ja kanë dhënë votën, nëse vërtet ja kanë dhënë ata. Dhe ata duhet ta mbajnë, qytetarët e Drenasit duhet ta mbajnë përgjegjësinë edhe për vitet që me që po i referuan i kandidatit në postimin tuaj, nëse nuk gaboj diku mes rreshta zoti Krasniqi, i keni adresuar edhe një nivel shantazhi që zoti Ladrovci ka bërë në raport me kreun e PDK zoti Veseli dhe me presidentin aktual zotin Thoçi. Për çka realisht bëhet fjalë? I keni shtruar disa pyetje se i kam shtruar dhe është dashur përgjigj në pyetje, jo me bën të tjerat. Do thotë kanë shantazhuar me një incizim te Adem Jashari. Çka është ky incizim zoti Krasniqi? Po, si duket, këta kanë pas, jo si duket, po është reale, unë nuk e kam cek as këtë. Po këta kanë qenë në armiqësi me Adem Jashari. Kush këta? Kur po thoni? Hashim Thoçi dhe Kadir Veseli. Raportet e Hashim Thoçit dhe të Kadir Veselit pas luftës edhe gjatë luftës, unë i kam balancuar. Përndrysh ata sa atëherë nuk do t'i kishin pranuar, edhe me të drejtë, nuk do t'i kishin pranuar
në familje, ata sot nuk mund me shku. Raportet... E qka është kjo ingjizim që mos t'ikim për ingjizimit edhe njëherë? Unë nuk e di, ai duhet ta den. Ai me ingjizimi ka kërcënuar dhe ai le ta tregon ata, unë nuk e di për mbajtjen se çka ka, po është një diçka që nuk do të ishte në favor as Kadriut, as Hashimit dhe me të cilin ai ka bërë shantazhe dhe tani kanë krijuar misin mbi bazën e atyre shantazheve. Është çështje e tyre dhe nuk. Do të thonë është një ingjizim i Adem Jasharit që me gjas mund të deklaruar ai ka thënë që ashtu. Dhe tonë e din, do të thotë s'ka kush që se din nga pjesëtarët e ushtrisë shqiptare. Mirë, zoti Krasniqi, po e bëjmë një shkputje të shkurt reklamash. Kthehemi në pjesën e dytë të bisedës, bisedojmë për raportet tuaja me familjen Jashari, raportet tuaja me fundin vendlinjat rreth, ku pashtu jeni apostrofuar edhe për pasurinë tuaj, për shtëpinë, cilën është thënë që është bë me mjetet e atij fundi. Do të bisedojmë në pjesën e dytë të emisionit. Regjia, shkojmë me një blok reklamash dhe kthehemi, vazhdojmë bisedën në studio. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me zotëri Jakub Krasniqin. Zoti Krasniqi, e lam tek raportet e juaja me familjen Jashari. Cilat janë këto? Unë në mënyrë i përshkrova pak, po e kam për obligim me disa gjëra me i thënë. Unë kam raporte shumë të mira, kam pasur, dhe do të kem raporte të mira. Për faktin se e vlerësoj shumë a familje dhe mendoj që kthesa e jonë dhe liria e jonë fillet, gjitha fillimet i ka aty. Do të kjo është një, do të vlerësoj. Pa marrë parasysh se mendoj edhe çka ata do të mendonin për mua. Unë se këqyra ato, unë shikoj kontributi që është i ardhur vendit nga ajo familje. Një, dy, është kontestuar dhe takimet e mia gjatë luftës. Unë kam qenë aty edhe në vitin 92. Kam qenë aty në vitin 93. Kam qenë edhe më vonë. Po takimi im i fundit, kam qenë edhe më vonë. Takimi jam i fundit është me 22-23, pas sulmit të 22 i janarit vitit 1998. Sulmit diverzant që ka ndodhur mi këtë familje. Unë kam qenë not, kam qenë plot oda. Not ka qenë Bolta Gjakut, në vendin e vet Shaban Jashari. Kam qenë edhe aty. Ka pas një gazetar të huaj. Dhe ne kemi bisedu. Flasim për janarin e vitit 98. Janarin e vitit 98. Dhe Ademi dhe Hamzës kanë qenë not. Për shkak njerëzve. Ata kanë qenë u barë. Dhe kanë pas do shupat ndërtuar. Dhe kanë qenë binim shupat. Dhe unë pasi kam dalë periodës, kam shkuar dhe kam nejtë një kohë gjatë, edhe me Hamzën, edhe me Ademin, edhe më duket se janë bodo vite, ka qenë Zenun Kodra, edhe ndo një tjetër mundet. Aty ku kemi biseduar, por unë kam biseduar veças me Ademin dhe me Hamzën. Do thëtë, kjo është takimi jam i fundit. Çka është thënë në atë kohë, zoti Krasniqi, sepse në përkuluar është thënë shpeshherë që është lënë vetë familja në momentet e saj të fundit pastaj të marrës, që s'ka pas grupe të organizuara që të dalin ndihmë etj. Çka ka qenë brenga e tyre më e madhe asaj kohe? Ata realisht po flisni për një takim gjatë që keni bërë. Në takimet e mëhershme kanë qenë më përmbajtësore se kemi qenë rahat. Do thotë, tani ishim në kom, do thotë biseda është zhvilluar në kom. Dhe kryesisht e kam pyetur për sulmin që është bërë dhe çka mendoni pas kësaj të bëni këtu, doni të jetoni këtu apo të tërhiqeni. Ata kanë qenë kumgolës që nuk do të tërhiqen, do të qëndrojnë me çdo kusht aty. Duhet ta them edhe një fakt se shpeshherë njerëzit e interpretojnë ndryshe. Gjatë kohës sa Adem Jashari ka qenë familjen time, bile e kam thënë dikon.
kemi biseduar shumë. Ai njeri ka dashur shumë familje. Unë bile më me thënë që nuk di që kam biseduar me ndonjë njeri dhe nuk di që kam parë të një njeri një dashuri më të madhe se sa Adem Jashari për familjen e vetë, për shtëpinë e vetë, për kombin e vetë. Kështu që do të thotë edhe vendosmëria e tij që mos me qenë larg familjes, larg fshatit, por me qenë në veshgim të familjes, ka qenë mendimi i tij. Po të mgoj ke mu, unë do t'i jepsha një mendim tjetër. Por duke e parë kam ngulsinë e tij për të jetuar deri në fund në Kosovë, unë kam t'jek dorë nga oferta që do t'ja baja. Se unë e kam ditë shkallën e rrezikshmërisë. E ka ditë edhe ai. Por ishte i gatshëm të shkon në një fond dhe pastaj njerëz të tillë vërtet janë të rrallë. Unë po them që nuk di rasti i familjes Jashari, qendresës së komandantit ligjendor dhe familjes Jashari. Unë mendoj që është rasti më unikat, jo vetëm në historinë e kombit tonë, por në historinë e përbatshme. Se tre breza kanë rënë një herësh. Baba, djemt me nipa. Unë nuk kam lexuar një rast të tillë në historinë në histori. Jo vetëm tonës, po edhe të vendeve dhe popujve të tjerë. E kam pas parë një rast në muzeun e Ataturkut në Ankara, kur në luftën turke luftojnë baba, djali dhe nipi. Por një sakrificë e tillë që është bërë të Jasharat nuk është bërë askund në botë. Çka ndodhi pastaj në mars për të përmbyllur edhe këtë pjesë? A kanë mund grupet e atëhershme të organizuara të ushtrisë qërimtare të Kosovës të bënin më tepër dhe të dilnin ndihmë realisht familjes së cilave që ishte vënë në shtetërortim? Njerëzit flasin shumë çka dhe ndoshta e flasin dhe nga dhimbja, se edhe kështu do ta shikojmë nga ky kant, por fuqia e ushtrisë shqiptare në atë ku ishte kufizuar dhe unë mendoj që edhe me pas dashur s'kan mund të bëjnë më shumë. S'ka mund më shumë se rrethimi ka qenë i tillë, por pas luftës secili e thot mendimin e vet. Ndoshta edhe nga dhimbja, përsëri po them, por ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë numërikisht e kufizuar, armatimi i kufizuar dhe nuk ka mujt bëjmë më shumë. Edhe në fundit në ato ne dim që mobilizimi i kombit ton për luftë është bërë pas rënies së familjes. Që duhet ta kuptojmë se numri i marrët ishte një numër i kufizuar i shtatë. Zoti Krasniqi, po ja afrohemi fundit, edhe dy çështje kemi për të diskutuar. Jeni apostrofuar si njëri i përfshirë realisht në menaxhimin e fundeve të fundit vendlindja thret. Që unë kam thënë në një rast tjetër, po të thuhej. A keni menaxhuar me diçka për këtë fundi, zoti Krasniqi? Po të thuhej se ka menaxhuar keq. Deklaratat politike, prononcimet publike, intervistat për luftën, e ndryshme që e kam dhënë, do të ishte krejt normale, që njerëz me pas mendimin e vet. Por të apostrofuan për fundin vendlindja thret, që ka ekzistuar kryesisht në hegemoninë dhe në Zvicër dhe në ndonjë vend tjetër të perëndimit, dhe qendra e bartjes së parave ka qenë në Tiranë, dhe unë nuk kam qenë as në Tiranë, as në Zvicër, as në Gjermani, as në Amerikë, as në Saudi, as në vend tjetër. Do të thotë, kjo është një përpjekje që njerëzit, ato që kanë bën vetë, t'ja qesin tjetër. Ti thamë, sa s'm ka thënë është një farë fjalë. Keni qenë antar i shtabit përgjithshëm zoti Krasniqi, zëdhënësi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, a është menaxhuar mirë ky fond? Në cilësinë e njeriu që në atë kohë keni qenë realisht involvuar drejt për drejt në... Unë nuk muj me thonë, realisht, nuk muj me thonë që është menaxhuar mirë se fundit kanë qenë thona të vështira. Një gjë që ndoshta duhet mos sqaruar është se çka u bë me mjetet e fondit vendlindja thret edhe të fondit 3% pasi përfundoi lufta.
Unë mendoj që këtu duhet me drejtu, dhe unë mendoj, mendimi im është që nuk është e rastësishme që fuqia politike e njerëzve që është koncentruar në Kosovë në 2-3 vjet vjen nga fuqia financiare që kanë pas. Në 2-3 vjet, kush janë këta 2-3 vjet? Po, është adresuar në 2-3 vjet. Hashimi, Kadria, tani dhe Isa, dhe Lija Demokratike ka pas një fond. Dhe atë fond nuk e ka shfrytzuar për luftën. Dhe pasane e kanë vjel atë fond masanena. Ju po thoni që fuqia financiare që këta 30 vjet kanë marrë nga... Fuqia politike që kanë marrë, ta njerëz e kanë marrë nga fuqia financiare, që kanë blejë dhe blejnë media dhe sot, për të folë si të thojnë ata. Kjo është një çështje tjetër. Unë nuk është e imja. Unë nuk e kam pas atë fuqi. Dhe shoqërisë se kam pas. Unë kam fuqinë intelektuale, e kam dashurinë për vendin dhe kombin, dhe e kam guximin për të përballur edhe me të vërtetat, edhe me të pavërtetat. Mirë, një pyetje që lind logjikshëm, domethënë nga gjithë kemi dëgjuar nga ky diskurs publik, po edhe më herët realisht është bizedu për këtë çështje. Nga se e ndërtuat shtëpinë pas luftës zoti Krasniqi, është thënë shumë për atë shtëpi, një shtëpi gjigante, e madhe, shtëpi me leftë, jo, nuk është ajo shtëpi, unë tregoj për shtëpi. Shtëpia ime e para që e kam ndërtu është në lagjën Taksligje, kryet, ose lagja Vreshta, vi thojnë. Unë atë shtëpi kam hyrë me 1 dhjetor të vitit 2001. Kush do më shku me shikuar atë shtëpi. Në ndërkohë, për shkak lëvizjeve mia të shpeshta, në një lagj tjetër e kisha vllaun dhe e kam ndruar me një shtëpi, ato me një shtëpi tjetër. Shtëpinë që kishit ndërtuar në Tasligje? Po, e kam ndruar me një shtëpi tjetër. Dhe shiko, materialin e shtëpisë që e kam ndërtuar në vitin 2001, dhe kam hyrë në 1 dhjetor, në 10 vjetorën e martesës, kam hyrë në atë shtëpi, gjithë materialet, gjithë shpenzimet, para do kohë e kam qyrë dhe i kisha veç duhet t'i kërkoj edhe njëherë ku më kanë metë. Do të t'i kam gjitha dokumentacionin që duhet t'a kam për atë shtëpi, do të ajo është ndruar. Dhe, pasi kjo shtëpi është bërë problem i madh, që s'kam problem tjetër ku i thojnë Jakupet, veç një shtëpi, unë jam i gatshëm, nëse ata zotërit janë gatshëm, edhe ata të luftës, ata të paqes, se ka dhe shtëpi luftës e të paqes, që janë ndërtu me fonde të dyshimta. Kur dojnë, letë verifikohet, letë shikohet vlera e shtëpisë që e kam ndërtuar në vitin 2001, letë krahasohet me vlerën e shtëpisë që e kam tani, dhe nëse nuk kam mujt me përballu me mjetet financiare që i kam pas, hajde të gjithë çka kemi. Në digja, gjithë çka kemi. Gjithë luftës, gjitha bizneset që janë. Leti deklarohen, unë s'kam, leti deklarohen dhe leti kthehen qytetarëve. Tjetër, unë jam i gatshëm ta bëj këtë. Kur do, që në funit për mua dhe me tha asgjë në shtëpi, se s'kam luftu për ta. Do të thotë, kur do një formohet një komision, le ta vlerëson shtëpinë time. Aktuale, le ta vlerëson. Dhe ndigja tash, po tham për atë parë, pa pyet askë, le ta vlerëson, le të vlerësohet ajo. Ajo ka 4 kate. Gjymësën e asaj shume, le të ma dhënë mu dhe krejt shtëpinë ja vlom, le ta merr përgjegjësinë ndash komuna e Prishtinës, ndash qeveria, ndash kushdo tjetër. Gjymësa le të ma kthejnë mu, tjerët
krejt i lëm 4 katët për familjet skamnorëve. Po ama edhe ata ta bëjnë njëjtën gjë. Le të kontrollojnë bizneset e tyre. Le të heqin dorë nga bizneset e tyre, le t'ja kthejnë qytetarëve. Le të heqin dorë nga pazaret që i kanë bërë në privatizim. Le t'ja kthejnë qytetarëve. Ata kanë bërë pazare. Unë s'kam bërë pazare edhe shika, unë 3 vjetë kam qenë ministër i shërbime publike. Gati 7 vjetë kam qenë kryetari i Kuvendit. Prej gjithë zyrtarëve, deri kur jam tërhiq nga pozita e deputetit, unë kam punuar më shumëti dhe kam pas pagën më të mirë. Po mujnë me thanë, shumica edhe deputetëve që vinë nga krohi i luftës, edhe ish deputetëve që vinë nga krohi i luftës, janë më të pasur se unë 10 herë. Unë jam, e thash to që e thash, le të heqin dorë ata nga pasuritë që e kanë, edhe unë kam i heq dorë nga pasuritë, nga shtëpia. Që funit pasuria jam jo. Po unë e kam nga dëshmëria. Po e bëni pa u konsultuar me gruan dhe familjen zoti Krasniqi sepse pa u konsultuar me gruan edhe familjen për t'i treguar jo atyre, se ata s'morën vesh, po për t'i treguar qytetarëve të Kosovës se për këtë vend kam luftuar për një me, se këtë vend e du për një me dhe se këtë vend e du shtet normal dhe jo abnormal si që është. Ky shtet nuk është normal, ky shtet nuk funksionon. Ky shtet funksionon shërbim 2-3 vete. Kjo është e keqja këtij vendi. Nuk është një shtëpi. Unë jam i bindur se 60, po kur doni hajde shikoni shtëpinë time. Kur doni hajde shikoni. Dhe unë jam i bindur që jo si gjithë qytetarët e Kosovës, po jam i bindur se në Prishtinë më shumë se 60% të familjet Prishtinës e kanë gjendjen më të mirë po të hyhet në familjet e tyre. Pse po tham këtë? Po tham këtë se nuk kam luftuar për me grabit. Kam luftuar që ky vend dhe ky popull ta ndërton një shtet të së drejtës, një shtet për qytetarët, se aty ku qytetarët janë të sigurt, jam edhe une. Aty ku qytetarët nuk janë të sigurt, s'mundet me qenë pasuria asnjërin nga ne e sigurt. Do të thotë kjo është bindja ime dhe këtë po dua ta them, jam i gatshëm për gjithçka, veç le ta pyesin ata vetveten, çdo me i kanë sill ti vendi në çdo aspekt, edhe në aspektin human, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e politikës vendore, edhe në aspektin e politikës ndërkombëtare. Faleminderit që ishit në politik Tribuna Channel sonte zoti Krasniqi. Faleminderit edhe për juve që më dhat rastin të them këto gjëra që ndoshta as dash më thonë më herët. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte, biseduam me zoti Jakub Krasniqin, dëgjuam të pathëna më herët në kuadër të një debati që ka shpërthyer pas përfundimit të zgjedhjeve në Drenas. A është mirë, a është herët dhe a është gjëja e duhur që po bëjmë, mbetet të shihet me kalimin e kohës. Ne po u lëm në shoqëri me emisionet e tjera të Tribuna Channel, do shihemi bashkë javën tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.